Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë të martën se Moska është duke komunikuar me Shtetet e Bashkuara lidhur me Ballkanin dhe se është e gatshme të zhvillojë ato kontakte. Ne kemi më shumë mundësi të komunikojmë me Shtetet e Bashkuara se sa me Bashkimin Evropian lidhur me Ballkanin, kur bëhet fjalë për Bosnjë-Hercegovinën dhe shtete të tjera në rajon. Këto kontakte po vazhdojnë. Nuk kanë rezultuar ende me ndonjë rezultat pozitiv apo diçka tjetër, por ne jemi të hapur për kontakte të tilla, edhe për sa mund të gjykoj. Edhe kolegët tanë Amerikan kanë gatishmëri për të zhvilluar ato, është cituar të ketë thënë Lavrov në një konferencë për mediat sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Radio Europa e Lirë ka kontaktuar Departamentin Amerikan të Shtetit dhe Bashkimin Evropian për komentet dhe është në pritje të përgjigjeve. Deklaratat e kryediplomatit rusë vijnë në një periudhë kur figura të rëndësishme në Kosovë, nisur nga presidenti Vjosa Osmani, paralajmërojnë për rrezikun e ndikimit të Rusë në rajonin e Ballkanit, ndërsa Serbinë e portretizojnë si dorë të zgjatur të Rusisë në rajon. Serbia ruan marrëdhënie të ngrohta me Rusinë dhe është shteti vetëm që nuk i ka vendosur sanksione Moskës për luftën në Ukrainë. Analistët e tjerë politik kanë përsëritur disa herë për Radio Europa e Lirë se ndikimi ekonomik, dezinformimi dhe aftësia për të përfituar nga skemat e korrupsionit janë tre elementë kryq përmes të cilave Rusia shtrin ndikimin në Ballkan dhe që Serbia, entitet serb në Bosnjë-Hercegovinë, janë më të rrezikuar në rajon nga ndikimi rus, pasi në të mund të rritet sentimenti i nacionalizmit. Më 18 dhjetor të vitit të kaluar, presidenti amerikan Donald Trump e ka firmosur ligjin e ashtu quajtur Akte për autorizimin e mbrojtjes kombëtare, i cili mes të tjerash përcakton se SBA-ja nuk mbështet asnjë politik që synon ndryshimin e kufive në Ballkan përgjatë vijave etnike. Për Kosovën, SBA-ja është partnerja e saj më e rëndësishme dhe mbështetja e saj është jetike.